Edi Rama mbajti sot një fjalë që e quajti të rëndësishme në një aktivitet të organizuar nga një think tank i njohur në Ballkan që përfaqëson linjën e biznesit me Serbisë dhe Greqisë. Delphi Economic Forum, e afërt me familjen në pushtet të Greqisë, familjen Mitsotakis, është një lob me peshë të madhe në rajon. Për të kuptuar se çfarë përfaqëson ky forum, mjafton të shohim folësin kryesor të aktivitetit të sotëm në Tiranë. Simon Tsomokos, kreu i bordit të Delphi Economic Forum, është një figurë me ndikim në botën e biznesit dhe diplomacisë ballkanike. Ai është konsull nderi i Serbisë në zonën e Selanikut, një nyje ku kryhet volumi më i madh i tregtisë së Ballkanit. Delphi e kishte ftuar Edi Ramën 2 vjet më parë në një event në Athinë, ku ai zhvilloi një takim të gjatë me Dora Bakoyanis, motrën e kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis. Sjellja e këtij forumi në Shqipëri përbën zhvillim të rëndësishëm në dy plane, në nivel komunikimi dhe si shenjë rikthimi të industrisë greke në Shqipëri. Ky aktivitet vjen vetëm 5 ditë para vizitës së ministres së jashtme shqiptare Elisa Spiropali në Athinë, ku pritet të rihapet dialogu politik mes Shqipërisë dhe Greqisë. Lëvizja e Ramës me lobin ekonomik të Delphit nuk është e rastësishme. Ky grupim ka ndikim të madh ekonomik, politik dhe gjeostrategjik në rajon. Tsomokos ka bazë profesionale PR-in dhe komunikimin dhe ai është hebrej Selanikut me lidhje të forta me tregtinë, politikën dhe gjeopolitikën ballkanike. Ai ka drejtuar edhe dhomat e tregtisë së SBA-ve, Egjiptit, Hungarisë dhe Serbisë në Greqi. Por ky lob nuk ka ardhur në Shqipëri vetëm për ceremoni. Edi Rama ka dhënë sinjal se është gati të hap rrugën për projekte të mëdha të afërta me interesat greke, qoftë për të siguruar mbështetje në diplomacinë e Athinës, qoftë për të blerë qetësi politike në prag të takimeve të rëndësishme. Porti i Porto Romanos është shembulli më konkret. Prej kohësh flitet se një kompani greke e afërt me Delphi Forum dhe familjen Mitsotakis është shumë pranë fitores së tenderit, ndërkohë Rama ka larguar kompaninë e fuqishme hollandeze që kishte dorëzuar projektin para prag dhe priste kontratën. Pas këtij përjashtimi është raportuar se ka pasur protesta nga pala hollandeze, ndërsa Rama i ka kërkuar ndihmë Athinës duke pretenduar se pa mbështetjen e tyre ai do largohej nga pushteti. Ky muaj mjalti mes Ramës dhe Athinës ka prodhuar pasoja në terrenin politik shqiptar. Partia Nea Demokracia e Greqisë është ftohur ndjeshëm me PD-n dhe opozitën shqiptare, duke e zhvendosur vëmendjen tek partneriteti me qeverinë aktuale të Tiranës. Por historia politike e dekadave të fundit tregon se kur qeveritë konservatore greke futen fort në Shqipëri, veprojnë me ndikim të madh dhe me vendimarrje të ashpër. Nëse përfitojnë menaxhimin e portit më të madh të rajonit, përfitimet ekonomike do të jenë kolosale. Në këtë sfond, Edi Rama paraqitet si nacionalist, por veprimet e tij tregojnë gatishmëri për të dorëzuar një aset strategjik të Shqipërisë në duart të Greqisë, duke synuar mbështetje politike dhe diplomatike në këmbim.